Gjashtë subjekte në qytetin e Vlorës u kapën vetëm pak ditë më parë nga autoritetet kombëtare e ushqimit në tregtimin e mishit të pulës të kontaminuar me salmonel. Bëhet fjalë për subjekte markete, restorante, por dhe fast food. Mendohet që sasia e mishit të pulës me salmonel të hyrë në qytetin e Vlorës të jetë rreth 500 kg, ndërsa sot nuk ka një sasi të tillë, pasi dyshohet se ajo është tregtuar një pjesë e mirë e saj, ndërsa pjesa tjetër është rikthyer pas. Nga gjashtë subjektet e kapura nga autoritetet kombëtare e ushqimit, një prej tyre është gjobitur, ndërkohë që tashmë ka nisur dhe hetimi, i cili ka kaluar prokurorisë së Tiranës. Vetëm pak ditë më parë, 6 subjekte në Vlorë evidentuan që kishin tregtuar mish pule të kontaminuar me salmonel. Mësohet se sasia e mishit të pulës me salmonel të jetë rreth 500 kg, ndërsa subjektet në të cilat është tregtuar janë markete, restorante, por edhe fast food. Nga AKU Vlorë konfirmohet jashtë kamerave se një nga subjektet është gjobitur për shkak se nuk ka konfirmuar rrugën e ndjekur dhe vjushmërinë nga hyrja e sasisë së mishit të pulës në territorin shqiptar deri në subjekt. Ndërkohë mësohet se për këtë ngjarje ka nisur dhe hetimet, ndërsa çështja i ka kaluar prokurorisë së Tiranës. Pas kontrolleve të kryera nga AKU Vlorë, është arritur të konstatohet se një pjesë e sasisë së mishit të pulës me salmonel është konsumuar, ndërsa pjesa tjetër është rikthyer pas bërjes publike të këtij informacioni. Nga AKU Vlorë mësohet se kontrollet janë duke vijuar, ndërsa tashmë bëhet e ditur se sasia e mishit të pulës së kontaminuar me salmonel ka hyrë fillimisht në territorin shqiptar me sportit të Durrësit për të shpërndarë më pas në subjekte të ndryshme, mes të cilave edhe në Vlorë.